Polici që më ushtroi dhunën në atë kohë ishte një fshatar rreth këtej nga zonat e periferisë Tiranës. Ishte një 145 kg. Shqyr në atë kohë dhe unë isha goxha në pesh, ai isha rreth 127 kg. Pra shqyr isha në atë gjendje fizike me masë muskulare 70% që arrita të përballoj ato goditje me drejt për drejt me hekur, si në trup, ashtu edhe në nofull. Pra, ky boli më i madh shëtrimi i madh tentoi të më qifej. Po realisht unë nuk i kam kushtuar ndonjë rëndësi shumë të veçantë, por në fund do të ketë përgjegjësinë e dëmit, do të ketë një vlerësim dëmi edhe për këtë. Pra, boli 145 kg duhet bëhet gati, mos më qifesh dot, as për dhunë dështove si individ, po në grup mund të rrihet çdo njeri. Kështu që bëhu gati edhe ti të lish të zezë.